Përsër të thova, nesër përballeni me Elbasanin, një skuadër që renditet më njëherë pas jush. Sa e rëndësishme është kjo ndeshje për vazhdimsinë e kampionatit? Përshëndetje. Sigurisht që ka një rëndësi të veçantë, por si ndeshje është ndeshja e radhës. Sigurisht vim pas një humbje që ne kërkojmë maksimumin nga ndeshja e nesërme me Elbasanin. Sigurisht është një skuadër që duhet vlerësuar maksimalisht. Me Elbasanin keni një barazim dhe një humbje këtë sezon. Çfarë mësimesh keni marrë nga ato përballje? Nuk do të ndalim shumë sepse për mësime, mendoj që janë dy ndeshje që kemi luajtur me një lojtar më pak. Shpresoj që nesër të jemi numër barabartë dhe të kërkojmë maksimumin nga ndeshja. Aktualisht Egnatia kryeson renditjen me 3 pikë avantazh. A ndikon ky pozicion në mënyrën se si e përgatisni ekipin për këtë sfidë? Absolutisht që po, ka specifikat e veta. Mjafton që jo vetëm 3 pikë, mjafton thjesht në krye. Sigurisht avantazhi është avantazh, kur je i pari, do mundohemi të ruajmë renditjen. Vini pas një ndeshje të vështirë në Shkodër, pasi e keni analizuar atë humbje, çfarë keni kërkuar të përmirësohet në ndeshjen e radhës? Atëherë përqendrimi në fazën kur s'kemi topin është shumë e rëndësishme dhe në mënyrën e agresivitetit ndaj kundërshtarit. Në duele direkte për Kreun, a besoni se vendimtarë janë më shumë detaje taktike, disiplina apo forca mendore e ekipit? Atëherë janë të treja bashkë, sepse janë komponentë që lidhen me njëra tjetrën, por sigurisht diferenca taktike përbën gjithçka. Elbasani është një skuadër e organizuar dhe me objektiva të qarta. Cili është aspekti kryesor i lojës së tyre që kërkon vëmendje të veçantë nga ana juaj? Atëherë sigurisht që Elbasani është një ekip më i pjekur si vjet, sepse është i viti 2 të radhës që pothuajse ka fitën për bërje. Sigurisht ato kanë marrë fort tranzicionin pozitiv, mendojmë që do të marrin masat e duhura për nesër. A mendoni se kjo skuadër e Egnatias ka arritur një nivel pjekurie dhe stabiliteti që e ndihmon në ndeshje të forta si kjo? Mendoj që të kjo pjesë jemi deri diku jo të plotësuar, sepse siç e dimë edhe dëmtimet edhe këto gjendjet gripale po na shqetësojnë këto ditët e fundit, por shpresojmë sot marrim dhe një përgjigje nga mjekët për lojtarët që do të kemi në dispozicion nesër. Në këtë fazë të kampionatit, a është më rëndësishme të ruhet vazhdimësia e rezultateve apo të zhvillohet lojë bindëse? Sigurisht që janë të dyja komponentët që lidhin njëra tjetrën. Unë gjithmonë kam kërkuar lojë të mirë, sepse me lojë mirë vjen dhe rezultati. A e shihni këtë ndeshje si një test të rëndësishëm në rrugëtimin e ekipit për te rëndësisë të 3 pikëve? Sigurisht që është një ndeshje që i ka të gjitha brenda, po themi që është një ndeshje e para me dytën momentalisht, sigurisht që do të japi emocione të forta nesër në fushë. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit.